Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot do ndaj me ju një nga mënyrat më të mira për të përgatitur mishin e pulës më shijshëm se asnjëherë tjetër. Do ju marr vetëm 5 minuta kohë për ta përgatitur, shumë shpejt, shumë thjesht dhe të gjithë do kënaqen me shijen e tyre. Fillojmë pa humbur kohë. Në një enë do shtojmë 1 kilogram krah pule, 3 lugë gjelle kos, do shtojmë erëzat që janë shumë të rëndësishme: krip, rigon, piper i zi, speci kuq, hudhër dhe vaj ulliri, sigurisht 2-3 lugë, dhe do t'i marinojmë me duar. Do kujdesemi në mënyrë që të marinojmë sa më mirë. E mira është që pas marinimit të qëndrojnë rreth 30 minuta në mënyrë që të lidhen shijet dhe të aromatizohen akoma dhe më mirë. Por unë nuk i lash dhe vendosa direkt në tavë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni i ri në kanalin tim, ju ftoj të hidhni një sy recetave të mia dhe nëse ato ju pëlqejnë, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi janë marinuar mirë, do t'i vendosim në një tavë të lyrë me vaj. Nëse tava që do përdorni ngjit, duhet të vendosni një letër pjekje poshtë. Pasi kemi vendosur të gjitha, do shtojmë edhe pak në sipërfaqe vaj ulliri dhe do t'i pjekim në 200 gradë derisa të jenë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Shikoni pak se çfarë ngjyre kanë marrë. Janë krokante në sipërfaqe dhe pambuk të buta në brendësi. Një shije që nuk di se çfarë t'ju them. Unë ju sugjeroj t'i provoni dhe pasi t'i provoni do bëhen të preferuarat tuaja. Në familjen time i pëlqejnë shumë dhe sa herë që i gatuaj në këtë mënyrë. Nëse ju pëlqeu kjo video, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.